Çlirohuni nga kapslëku, barku i fryrë dhe gazrat brenda 1 minute duke përdorur këtë recetë. Kapslëku është një kusht shëndetësor shumë i përhapur tek njerëzit. Disa nga faktorët që ndikojnë shumë tek kapslëku janë: dieta e varfër ushqimore, mungesa e aktivitetit fizik, gjithashtu edhe konsumi i ushqimeve të varfra, dehidratimi, ushqime të thata dhe produkte të ngjashme. Shpeshherë, kapslëku është evidentuar si një çrregullim urban, për shkak se banorët e qytetit janë më të prekurit nga ky shqetësim. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Për shkak të orareve të gjata në punë ose edhe për shkak të qëndrimit për një kohë të gjatë në një mënyrë pa lëvizur. Por ekspertët tregojnë se ka metoda natyrale të cilat në kushte shtëpie mund të sjellin rezultate fantastike në lehtësimin e problemeve tuaja të kapslëkut. Metodat natyrore janë shumë efektive për trajtimin e këtij problemi. Ndiqni me përpikmëri këto metoda dhe do të arrini të keni rezultate fantastike në lehtësimin e problemeve tuaja të tretjes. Këto metoda mund të zgjasin për 1 deri në 2 javë dhe rezultatet që do të merrni janë gjithashtu shumë efektive në lehtësimin e problemeve të kapslëkut. Pini lëngje. Kjo do të jetë një nga mënyrat efikase për të rregulluar lëvizjen e zorrve. Rrisni konsumin e ujit dhe të lëngjeve në dietën tuaj për të ndihmuar në rregullimin e lëvizshmërisë së zorrve dhe lehtësimin e problemeve siç është për shembull kapslëku. Pini të paktën 7 deri në 8 gota ujë në ditë. Në mëngjes esull gjithashtu mund të konsumoni edhe 1 gotë me ujë të vakët, 1 gotë dhall ose 1 gotë me lëngje të frutave të freskëta. Kjo do të jetë një mundësi e çmuar për të përmirësuar zorrën tuaj dhe për të mbajtur larg edhe problemet e tretjes së saj. Konsumi i tërshërës është një nga ushqimet më të mira për sistemin tuaj tretës. Filloni mëngjesin duke shtuar tërshërën. Ajo është e pasur me nivele të larta të fibrave që ndihmojnë në lehtësimin e kapslëkut. Tërshëra ndihmon gjithashtu edhe në ruajtjen më të mirë të balancave normale fluide të zorrve. Hani tërshërë me kos, me fruta të freskëta ose edhe ato të thata, dhe kështu do të merrni rezultate fantastike në lehtësimin e zorrës suaj. Lëngu i spinaqit gjithashtu është një produkt fantastik që mund të japë rezultate të mira në lehtësimin e problemeve të tretjes dhe parandalimin e komplikacioneve të saj, duke luftuar edhe problemet e kapslëkut. Pini të paktën 100 deri në 120 mg lëng spinaqi 2 ose 3 herë në ditë. Rezultatet që do të merrni do të jenë fantastike në lehtësimin e problemeve të zorrës dhe parandalimin e komplikacioneve të saj. Ekspertët citojnë në një zëri se sa më natyrale t'i keni ushqime në dietën tuaj, më pak probleme me tretjen do të keni. Shtimi i produkteve natyrale në dietën tuaj të përgjithshme do të jetë një nga mënyrat më të mira edhe për lehtësimin e zorrëve. Në dietën tuaj shtoni edhe fiqt. Ato janë të pasura me fibra dietike gjithashtu edhe me nivele të mira të kalciumit dhe elementeve të fibrës. Këto element do ta mbajnë zorrën tuaj të shëndetshme. Hani 4 ose 5 fiq të freskët për mëngjes. Një mënyrë tjetër mjaft e përdorur është të konsumoni fiq në vazhdimsi të dietave tuaja. Kështu rezultatet që do të merrni do të jenë fantastike, do të keni më pak probleme me tretjen dhe do të keni gjithashtu një mbrojtje më të mirë të shëndetit tuaj të zorrëve. Farat e linit janë një tjetër produkt fantastik ushqyes që mund të luajë një rol parandalues kundër këtyre komplikacioneve. Farat e linit janë të pasura gjithashtu edhe me element ushqyes me yndyrna dhe fibra. Shtoni 1 deri në 2 lugë fara lini në sallata ose në kos dhe konsumoni atë në vazhdimsi të dietave tuaja. Farat e linit do të ndihmojnë gjithashtu në lëvizshmërinë më të mirë të zorrëve dhe lehtësimin e jashtësisë së saj. Këto produkte janë fantastike në përmirësimin e zorrëve dhe gjithashtu përmirësimin e shëndetit tuaj tretës. Nëse vuani nga kapslëku, përqendrohuni tek ushqimet e duhura. Konsumi i ujit në sasinë e duhur të rekomanduar ditore është një mundësi e çmuar që mund të mbajë larg edhe komplikacionet tuaja. Uji është një laksativ më i mirë që mund të japë rezultate fantastike në zorrën e shëndetshme, pasi nuk ka efekte anësore.
Pirja e tij në mëngjes herët me stomakun bosh do të jetë një nga mundësitë më të çmuara ushqyese për zorrën tuaj dhe ndihmon në punën e tyre më të mirë, duke i dhënë në fund problemeve të konstipacionit dhe duke dhënë gjithashtu rezultate fantastike për tretjen. Një tjetër produkt shumë i rëndësishëm për personat që vuajnë nga kapslëku është edhe konsumi i kosit. Si rregull i përgjithshëm është mirë të qëndroni larg nga produktet e qumshtit kur jeni në kaps. Megjithatë, kosi është një përjashtim nga ky rregull. Për shkak të përqendrimit të lartë të bakterieve të shëndetshme, domethënë të probiotikëve, do të ndihmojë shumë shëndetin tuaj tretës dhe do të mbajë larg problemet e konstipacionit. Fasulet e zeza janë shumë të mira dhe një burim i bollshëm i fibrave të tretshme, të cilat përmbajnë rreth 15 gram në vetëm një filxhan. Këto bishtajore janë në një burim i shkëlqyer i proteinës. Nëse vuani nga kapslëku, këto fasule të shijshme mund të luajnë një rol pozitiv në shëndetin tuaj tretës dhe mbajnë larg gjithashtu edhe problemet e saj. Ekspertët shtojnë se kumbullat janë një nga frutat më të mira ushqyese që mund t'i keni në dietën tuaj. Ato përmbajnë substanca të njohura, siç janë edhe psilium, laksativ natyror që ndihmojnë në kontraktimet efektive të shëndetit tuaj të zorrëve. Gjithashtu ekspertët tregojnë se produkte të tilla natyrale mund t'i japin gjithashtu një mbrojtje më të mirë shëndetësore kundër këtyre komplikacioneve. Prandaj, sigurohuni t'i keni pjesë të rëndësishme të dietave tuaja. Kivi. Kivi është një frut i shëndetshëm që nëse hahet për mëngjes, vjen në lëvizje zorrën dembele. Dredhzat. Farat e vogla të dredhzave janë ato që japin atyre përmbajtjen e lartë të fibrave të tretshme. Nëse nuk keni një adhurues i dredhzave, një banane e pjekur do ju jap edhe prafërsisht të njëjtën sasi të fibrave. Bajamet. Siç mund ta dini, bajamet janë në plot me yndyrna të shëndetshme dhe ushqyes të ndryshëm. Janë një burim i shkëlqyer i fibrave të tretshme, dy grupe që përmbajnë rreth 3.5 gram. Aloe vera. Aloe vera i bën shumë mirë gjithashtu edhe shëndetin tuaj të zorrëve, duke i dhënë asaj edhe një mbrojtje më të mirë të funksioneve fiziologjike, ndër të cilat edhe sistemi i tretës dhe veçanërisht shëndeti i zorrëve. Farat i lirit. Farat e lirit janë në burime të zhdërvjellta të fibrave. Farat e lirit mund të shtohen fare lehtë në dietën tuaj të përgjithshme dhe t'japin një mbrojtje më të mirë për sistemin tuaj tretës. Ndaj shtimi i tyre në dietën tuaj ditore do të përkthehet në një mbrojtje më të mirë të zorrës suaj dhe më pak komplikacione me tretjen. Sigurohuni t'i konsumoni ato si duhet dhe rezultatet që do të merrni do të jenë fantastike në sistemin tuaj tretës. Drithrat me fibra të larta janë shumë të rëndësishme dhe shumë ushqyese për sistemin tuaj tretës. Mëngjesi është një mundësi shumë e mirë ushqyese për të mbajtur larg problemet e kapslëkut. Shmangni ushqimet e mbushur me sheqer dhe shtoni drithrat në përmbajtje të paktën 5 gram për racion. Kështu përfitimet që do të keni do të jenë mbreslënse në lehtësimin e problemeve të tretjes dhe të kapslëkut. Bollguri është një produkt i rëndësishëm ushqyes, shumë i vlefshëm për zorrën tuaj dhe gjithashtu mbajtjen larg të komplikacioneve të saj. Për mëngjes, bollguri është një nga elementët më të çmuar ushqyes që mund të shtoni në zorrën tuaj. Ajo është një zgjedhje e shkëlqyer e pasur me element të shëndetshëm që ndihmon në balancimin e niveleve të kolesterolit dhe lehtëson edhe tretjen. Një filxhan kafeje me bollgur i shtuar vazhdimisht në dietën tuaj do të përkthehet në 3 gram fibër, që do të jetë një mundësi shumë e mirë lehtësuese për sistemin tuaj tretës. Buka integrale. Buka integrale është një përzgjedhje shumë e mirë e elementëve dietik të karbohidrateve komplekse. Ajo mund të ndihmojë në lehtësimin e kapslëkut. Gjithashtu ekspertët tregojnë se duhet ta konsumoni gjithmonë bukën e zezë integrale në dietën tuaj. Nëse vuani nga kapslëku, duhet të dini se cilat janë edhe shkaqet e tij. Kapslëku zakonisht ndodh sepse shumë ujë absorbohet nga zorra e trashë. Shkaqet e kapslëkut përfshin plakjen, ilaçet që po merrni ose jetesën sedentare. Nëse vuani nga kapslëku kronik, adresoheni tek mjeku për të marrë një trajtim të specializuar, pasi këto ushqime thjesht mund të përmirësojnë florën tuaj tretëse dhe të mbajnë larg gjithashtu krijimin e shqetësimeve të sistemit tuaj tretës, citon Elfline. Vëmendje, ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë.
të mos e zëvendësoj në këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk ka në për qëllim që të mbuloj në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.